Le të shpjegoj dy çështje, që edhe pak është reflektuar në vendimin për masën e përkohshme. Këto dy çështje, dy kërkesa. Kërkesa e zonës Haxhiu, në numrin të caktuar të deputetëve, dhe kërkesa që në ndërkohë u bën me objekt dekretin e presidentes Osmani. Po të mos ishte dekreti i zonës Osmani, sigurisht që masa dyshoj dhe jam shumë i sigurt që nuk ka pas nevojë të vihet, për shkak se objekti i asaj çfarë kërkon Haxhiu dhe një grupi deputetëve është efektivisht me i detyru deputet me najt në sallë me au bot 80 vota me kalu 2 rundet e para me 2/3 dhe në rundën e tretë me zgjedh militant partisë. Atë gjykata nuk mund të thotë për shumë arsye. Para është që ekziston një gjykim i vitit 2015 që nëse që nuk thot, do të thotë nuk i detyron deputet me bën një gjë tillë, por tregon detyrimet kushtetuese të deputetëve, por nuk është se mund t'i detyroj, për shkak se është një natyrë tjetër roli dhe pozita e presidentit prej pushtetit legjislativ përkatësisht konstituimit të kuvendit, i cili, siç e dim, nuk u konstitua dhe u konstatua pastaj që ne kemi shkuar në zgjedhjet e kaluara në mënyrë kundër kushtetuese pa kuvend të konstituar. Por gjykata e ka validuar, e ka për ligj dhe e ka mbyll atë çështje duke i menaxhuar pasojat juridike. Zonja Haxhiu do të thotë në mënyrë shije qartë që po e thret një seancë në mënyrë fiktive, për shkak se ata kanë një lexim tërësisht gabuar të aktgjykimit që është sot standard dhe të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Mas pari, zonja Haxhiu dhe plot tjerë, unë kam pa këtu edhe në për studio profesor të së drejtës që i thojnë kvorum. Unë duhet me sqaru që kvorumi është 50+1 për me thirrë një seancë. Kurse ajo që kërkojnë 2 herë ka 80 vota, është shumicë e kualifikuar. Shumicë e kualifikuar, do thotë, dhe nuk është kvorum. Dhe po thotë me abo kvorumin, do thotë ajo thirrë në mënyrë fiktive, me një interpretim të aktgjykimit kohës timit parin, i cili nuk vlen. Do thotë është ndryshuar në 2015, dhe në zgjedhje me automatizëm në Kosovë dhe në gjitha vendet me sistem parlamentar në Evropë, ku dekretimi tash do të flasim i presidentit ose shefit shtetit është krejtësisht formal, bëhet sipas fuqisë kushtetuese, sipas rasteve që përcaktohen aty ose me vullnet të parlamentit, që është vetë